Mbroma, tani që thoni ju shok, si keni qenë ju herë? Mohabeti ashtu se ka kaluar 11 po më zgjidhe gjumi duke pas në mendje atë çfarë po ndodh. Dhe sidomos me këtë çfarë po i bëjnë dritan Goxhës në Shqipëri. Më po ta lanë balle ka jep në kurrizë se Rama po e gjithë, nuk e di pse. Por ndërsa dikush ka një opinion dhe thotë pa frikë, ashtu siç e thot ai, dhe është në të drejtën e tij, pse këta të tjerë kërcejnë domethënë edhe nuk e pëlqejnë. Nëse unë do them ato dy gjërat e mia. Ju kujtohet të paktën për ata të cilët janë në moshë, domethënë kanë mbi 30 vjeç, pjesëmarrja e tij, domethënë zotit Goxha në Kosovë bashkë me teatrin, kjo është e qartë. E kemi ditur. Bravo qoftë. Këta të majtët socialistët provokojnë me atë inatin e ignorantit që nuk e njohin mirë Britanin dhe nuk din se çfarë veprash ka ai. Qoftë për atë, qoftë për hetime të ndryshme apo për punë kërkimore që ai ka bërë. Nëse kush nuk ka, s'di ku t'i kërkojmë duket. Kështu që të njëjtën gjë është shkon domethënë për të majtët thanë. Dritan Goxha kur arrestua, Edi Rama sakrifikoi atë dhe i la që të arrestohej dhe e çoi në Kosovë për ta çuar në Hag. E kuptoni më shok. Domethënë e majta shqiptare socialistët e arrestuan për të asistuar një proces për të shpëtuar ata që janë në Hag, po të majtë. Mbani mend se me këto të majta do themi shumë se e torturuan, e lanë pa rrogë, pa gjë, i pren ças kishe benefice. Mbjetoi. Tani që erdhi mohabeti i protestës, dalin domethënë shumë e shumë të tjerë që duan t'i heqin ato gjërat mira që ai ka bërë, domethënë t'ia shumëzojnë në zero. Dhe kjo është një sulm individual, personal, kundrejt karrierës së dikujt, kundrejt asaj çfarë dikush ka bërë për thjesht për ndjenjën e tij patriotike dhe për detyrën që i ka vënë vetes. Gjithsesi, të jetë nga të jetë, s'do kishte për mua rëndësi fare nga jugu, nga veriu, nga Shqipëria mesme fare. Karhinat nuk kanë bëjnë fare me këtë. T'i japim personit tamam atë që meriton. Po, sot si duket i pas kanë bërë një apo dje, i kanë bërë një tjetër analizë kur kanë atashuar edhe teatrin, domethënë këtu puna për të çkeni me këtë. Ai koloneli dal në lirim, ndihmoi domethënë UÇK-n në shtabin përgjithshëm. Erdhi nuk ja njohën as statusin e veteranit. Kjo nga thatë që shokët e tij. Është i majtë. Këto e ka thënë e pranon ai. Po dhe sikur babë e birë t'jenë të dy të majtë, atëre le të themi kështu, që kjo e majta progresiste e Ramos nuk qenë ka fare e majtë, si që konsiderojnë këta të tjerë, apo edhe të tjerë në Partinë Socialiste. Kjo duhet dalluar, por nëse nuk jeni në gjendje ta dalloni juve në Shqipëri, atëherë është e keqja juaj, domethënë që s'merrni vesh, ose s'doni të kuptoni. Gjithsesi, kushdo që ka hedhur, qoftë edhe një pikë ujë për sa i përket çështjes kombëtare, hallalli qoftë. Meriton respekt. Timin dhe shumë tjerëve në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Por, le të ndalemi çik këtu. Si që keni parë në për protesta,
dalin koka të reja, njerëz domethënë me grupime të ndryshme etj dhe për çudinë time. O shqiptar, po zgjoni e zgjoni. O zgjoni, o gazo. Amon se na ka ngel kjo zegjines shumë, por na falni për humorin me ironi pak, por do them këto grupimet, për çudinë time, janë të gjithë grupimet majta. Unë po kërkoj një të djathtë që të më dalë në krah ose të dalë në krah. Je sais pas. Dini gjë ju? A njihni një që dole aty në protest? Të ishte djathtë me vlera, me qëndrim, me bindje politike si djathtë. Zero djathtë. Po si u bë ka opozita pa të djathtë, si u hyka në parlament në zgjedhjet e reja pa një të djathtë? Kush është subjekti politik i djathtë në Shqipëri? Filani. Kur nuk e kam lexuar, le themi, në një farë mënyrë manifeston e këtyre ose të një partie që thot ne jemi parti e djathtë që qëndrojnë për këtë. As republikanët e Fatmir Mediut që janë zhdukur, edhe të tjerë, edhe partitë vogla domethënë, prapë nuk mund të pretendosh të jesh i djathtë. Miq, zonjë zotëri, nuk mund të pretendosh. O je ose nuk je. Disa thonë kam lindur i djathtë. Po, pra të çfarë kanë bërë prindrit e tu, ose edhe ti mund të kesh bërë, ose je gjetur në, si themi, në kohë sakrifice apo në kohë internimi, ku do vuajtje dënimi. Po pritani. Ka mbaruar kjo kohë, kanë kaluar 30 ca vjet. Ti akoma më thua mua je i djathtë i lindur. Po çfarë vepra ksheti tash? Çfarë bindje politike keti tani? A mund të ma thoshin çik? Çfarë kërkon si e koncepton ti të djathtën, ti i lindur i djathtë? Mund të jesh biri i Beut, i Filanit, i dere madhe, patriotike, keni qenë biznesmen, keni patër toka. Për mua këto keni qenë biznesmen, keni patër toka, barbat në zero. Pse? Edhe vrionët kishin, apo ja? Ja për gabim, apo ja? Pra? Ma po këta, shiko, ka pasur shumë, ose le të themi një shumicë e këtyre, pronarëve, belerëve, nuk e di pse domethënë, por kaluan domethënë për shkak të historisë të kohës dhe situatave të kohës. Para ato bindjet, kur u formua legaliteti pra dhe balli, ishin të djathtë. Okej, ta pranojmë këtë historikisht. Mbas gjithë saj kohe, se patet e të tjerë për shembull që nuk e pan të arsyeshme të angazhohen fare as këthe as ande, ngelen as njanës. Dhe nuk bashkëpunuan, domethënë për të ngritur një forcë tamam të djathtë. Megjithatë, edhe mbas luftës këta që ngelen as njanës u persekutuan. Ju mor toka, ju mor pasuritë, e gjitha, edhe u futën në burg. Ku është Shqipëria sot për një të djathtë? Po vuan Shqipëria sot për një të djathtë, o miq. Unë kam nisur një punë edhe po mundohem domethënë ta zgjas edhe më shumë, por çan ka e vështirë ti jesh edhe në timon, edhe të shkruash, edhe të mbledhësh domethënë mendimet e tua. Më vjen nga njëherë kështu, në një paragraf ke parasysh, ose ndonjë thënie dikujt. Gjatë kohës jam në makinë, por nuk mund ta shkruaj sepse jam timon. Vjen ajo shtunë e diel, është vetëm mja kohë që mund të përqendrohem me ndonjë cep, në një kafe, me ku të gjon, lulishte.
që mund shkruaj. Kështu që miq, do kemi shumë zhvillime. Po ka dhe akoma më tepër gjatë këtij muaji, domethënë korrikut, se këta po mendojnë të bëjnë një me datë 4 korrik. Po mirë, që bëj një pyetje edhe ju të majtëve, se ju e ishni veten patriot edhe intelektual. Ore, ju të majtët, mani mend si fillim, ju pranua, domethënë u pranua Meku, Mujahedinët, erdhën në Shqipëri. Ka qenë koha e Berishës atëherë. Me aq sa di unë. Mund të jem dhe gabim, ë? Ka kaluar kaq vjet. Atëherë, vinë Mujahedinët me ndërmjetësimin amerikan, dakor. Mbas kësaj, në kohën e Ramës, na dalin listat e punëtorëve dhe pagave të tyre. Qahet, ngrihet zëri lart, iranianët, hakerët. U bë atëherë konferenca e Mekut në Shqipëri, jo por ne kemi kryegjyshatën e Bektashive. U fut pastaj në një lloj aleance të rreme, domethënë me Babamondin. Edi Rama, domethënë për tokat e Bektashive. E shikoni çan dralla apo jo. Prapë kruan me Iranin. Ndërsa me vizitat e tij në Izrael, Ramës i çdo udhëzimi që ti vazhdo të fajsosh Iranin, forcat e Iranit, gjithçka domethënë lidhet me Iranin, derisa ka ardhur deri te Dritan Goxhaj, ta akuzojnë që është spion i Iranit. O zoti më, o ignorant i botës, o i shitur i shqiptarëve, o mjerim i botës. Ore, unë kam kaq kohë që po e them, Edi Rama duhet nxjerr para gjyqit për trafik kombëtare. Kthimi me vdekje do të kthehet. Po shkatim? S'ka. Edi Rama ka shitur Shqipërinë nësër. Të vinë izraelitët të blejnë kaq shumë toka prona në Shqipëri. Një. Të japin domethënë sinjalizim të qeveria shqiptare që duam të sjellim armatime e të bëjmë këtë, për sa i përket gjoja na ndihmon të ne me rindërtimin e teknologjisë ushtarake. Por nga ana tjetër është pushtimi i tyre, ndarja e tyre të tokave shqiptare për sjell bazë ushtarake brenda saj. O Edi Rama, shtrathi, ore, o budalla. Po ti fatikisht edhe të thuash se ti e di që e tradhtar. Ti zguxon t'ja pranosh vetes. Sepse që kur hyre si mason në Malt, bashkë me Macronin, ty ta bën vëlla, ty ta bën atë initiation ceremony. A kupton? Mamen kur ule, i këtë bëthën mrapa. Ka marru këto edhe para që pagove, është pjesë e ceremonisë, ne e dim. S'na e futot. Kështu që solle edhe të birë solle në Izrael. Edhe të birë bërë një ceremoni atje. Po tjetër gjëja, ose fëmija është fëmijë. Nejse. Por ti more mason re dakord me Rothschildët. Ti more masonin ndyrë, more tradhtarin ndyrë, re dakord me izraelitët, që të japësh tokat e shqiptarëve. Të na futesh domethënë sherr me oligarkët e tu, që ne të vitemi mes njëri tjetrit. Dhe të na vinë izraelitët shpëtimtar me forca ushtarake, me çizmen ushtarë në Shqipëri. O tradhtar! Një mëndzyrë e Shqipërisë, për një orë më parë dil, ik nga Shqipëria, bëj çfarë duash. I ke ditë e numëruara, Edi Rama. Një djath po ta thos këtë. Me bindje politike të djatha.
Më mirë një fundit mërshëm se sa të merë pa fund. E kuptove? Ti bashkë me këto birbot e tjerë, të cilat po duan të në një farë mënyrë të bërë një lloj reforme të Partisë Socialiste, duke na i bërë tash patronazhista, njerëz menaxhues, duke rritur ata në detyra. Gjaku i ri, po gjak but komunistash janë. E kuptove? Ta janë neomarksistët e Edi Rama. Po e merë neomarksistët nga Anglia, nga Gjermania, Franca, Spanja, Italia, Greqia, po e sjellë domethënë qeverisën e re. Uzimet i merë edhe këte nga Macroni, ke 3 lloj drejtime nga të vinë ty uzimet. Edhe gjithsesi prap u ankohesh amerikanëve, u ankohesh botës, ja, Irani. Si që Izraelit vazhdoi goditje domethënë në Iran. Si domethënë për ta ndërsyer Amerikën drejt Iranit, që është një kurth gjithashtu për amerikanët. I ke futur duar gjitha në Edi Rama, edhe ky popull nuk të duron më. Ky është fundi yt. Dhe po vazhdove, do t'jetë i të mërshëm gjithmonë, çdo ditë. Do të filloj nga gjaku yt s'pari, nga njerëzit e familjes tënde, te ty e kush vjen pastaj. Mbaje mend. Falin shqiptarët, për çudi falin shqiptarët. Falin. E di pse falin. A mos ha. Bëri, s'kam. Këtë bën edhe me komunistët e tjerë, që i torturuan, i vranë, i pushkatuan, dhe nuk sollën në bankë në atë akuzuar edhe asnjë xhelat. Ja këta të djathtë që thonë jemi të lindur të djathtë. Asnjë xhelat nuk e prun. Të biesh në ujdi me djallin. Pakti. Hasimi të paqësor tash, mbaroi. Po prona, toka, pasurin, gjysh, xhaxhallar, dajo e prindere komplet të zhdukur, të vrarë, si kanë gjetur varrat akoma. O pusht. O mut komunisti. Në fakt i ke kaluar komunizmin. E ke kaluar. Ti je super marksist i devotshëm, ke dalë domethënë progresist, i socialist. A kupton, eurosocialist, progresist, më i dhjerë nuk ka në botë. Ti je Edi Rama. Gjuna për këtë popull që të ka aty si kryeministër. Ka një psikopat. E mbi këtë psikopat i kanë veshur lloj kostumi. A i kuptove Edi Rama? Nga ministër, nga kryeministër, kryetar partije. Popull sa do vuash ti me këtë. Edhe shiko, unë nuk habitem, se e kanë bërë të tjerë para teja. Edhe para këtyre tjerëve. Që edhe pse kanë vuajtur ka shumë shqiptarët, sa ta marrin vesh që ti do lësh qeverin, do vazhdosh jetën tënde, këta shqyqy që iku. E ta asgjë nuk do bëjnë për sa i përket dëmeve që i ke bërë ti Shqipërisë. Kush përgjigjet për gjithë të dëme, mëre? Për gjithë të vjedhje, për gjithë të vrasje, zhdukje, kërcënime, shpopullime. Ku janë financat e shtetit? Ku është kontrolli i shtetit? Njëherë nuk e dëgjova në lajme kontrollin e shtetit në 12 vjet sot. Njëherë nuk e dëgjova që bëri një auditim të administratës apo bëri këtë. Njëherë nuk e dëgjova. Kjo do thotë që ti zotëri vazhdon akoma me vjedhjen e këtij popullit. Thellë më thellë, futja shqiptarëve. Futja, se kështu e meritojnë. Nuk e ngren zërin. Tani që u ka ardhur te pyetha si ti dhe këtyre, se po afrohet qiz me izraelitët. Edhe kur kjo vjen si moment, mbani mend të popull. Kur erët e politika jeni të dhirë, edhe nga krau tjetër jeni të dhirë, dini se era e luftës po vjen. Dhe kur vjen era e luftës,
Juve ose do zbytheni, do lini vendin, ose do merrni armën e do qëndroni atje. Do të shikojmë shqiptarët si do përgjigjeni juve. Deri tani, jo popull, keni thënë larg bythës time. Nuk ama! O ngriuni, jini shqiptar, o qërroni.